Bismillahirrahmanirrahim. Innehu min Sulejmane wa innehu bismillahirrahmanirrahim. Kjo ishte një ndër letrat e fuqishme që Sulejmani a.s. i dërguar i Allahut e nisi përmes Hudhudit për mbretëreshen e Sabejve Belkisa. Pra ai tha se kjo është prej Sulejmanit, por mbi të gjitha kjo është me emrin e Rahmanit, pra Allahut mëshiruesit, mëshirëbërësit. Këtu duhet të ndalim. Allahu i dha një pushtet shumë të madh Sulejmanit a.s. Mirë, pa dhe pse kishte gjithë këtë pushtet që ai kishte lutur Allahun të jepte pushtet. Pra, ai u tregua modest dhe i përulur me krijuesin e tij Allahun e fuqishëm. Për të treguar se madhështia i takon krijuesit, sado që të kemi pushtet dhe autoritet në fund të ditës. Kullun men alejha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Gjithçka do të marrë fund dhe do të mbetet vetëm krijuesi, Allahu i fuqishëm. Andaj të ndalemi dhe të mendojmë pak. Sa e sa perandorim, sa e sa miftileje, sa e sa dietar ishin në mesin tonë tashmë. Ata kanë gjurmë